Dejnë rrugë të asfaltumi jam dalë, aty ma e kom huk vedjen. Në vitin 1998, rreth orës 12 natës, Žarko Zarić, veti 10 dikon, ka ndalun ka dalë për para rrëns malit, ku edhe ai banan aty. Nuk ka ndalu, nuk ka dalë për para. Po. Në cilën vend ka? Është veni quajtur Dragić, Në vendin e quajtur Dragić, i cili na ka zbritur nga traktori. Edhe ky ka filluar që ta na rrate të gjithëve. I cili me automatik më ka shkruar në gojë. Edhe me kontakt automatik që më ka ranë, ka shkruar në vetull. Dikun rreth gjysore që na kanë rrahur. Pas gjys ore që na kanë rrahur. Kanë ardhur tjerë drita penalti pe i. Na kanë lëshuar neve. Kanë ardhur të tjerë prej natit, Po. me drita. Po, e unë konë me kera, me traktora, nuk e di saktësisht. Nuk e dija janë me kera me traktora. Si na kanë lëshuar neve për të ndaluar ata, me siguri. Na kanë lëshuar neve për me ndalu ata. Po. Jemi nisur pe ati venin ngjarje tek te na që jemi dalë në rrugën e asfaltuar. Jemi nis për aty të ndërtuar. Po, që na kanë lëshuar neve. Kur na kanë lëshuar vet. Po. Dejnë rrugë të asfaltumi jam dalë, aty ma e kom huk vedjen. Po, edhe veç kërë kom pa vetën në shpe. Kush ka që të shpia nuk e di. Veç që këm ka dala e farë klapa, e kom pa që kom doktorin mi kry. Doktori shkon të më kontrolluj. Ka që kom për këtonë. Edhe një herë në zukat në të marë. Ka që kom për këtonë, po thëmë. A mund të e përshkruni veprimet e këtu të akuzuar të Žarko Zarić, natën kritike? Po, Cilat kanë qenë? cili të gjithë ky ka udhëhequr në atë moment.